Kur i kam përgatit tullumbat për herën e parë, ku mendu që është shumë vështirë me i përgatit. Mirë po, në këtë recetë që do ta shohim bashkë dhe që e përdore edhe unë, është një mënyrë dhe një recetë shumë e lehtë që mundet me përgatit edhe të nëse je fillestare. Fillojmë me përgatitjen e tyre. Fillojmë me përgatitjen e shërbetit. Për shërbetin na duhen 900 gram sheqer. Kjo që po e përdori unë i ka 250. Kështu që vazhdojmë të shtojmë sheqer derisa të kemi 900 gram. Pas sheqerit do të shtojmë edhe ujin. Këtu kam 700 ml ujë të ftohtë. Gjithashtu, do t'i shtojmë edhe lëngun e një limoni, të cilin do e rrokullisim paraprakisht që të na liroj sa më shumë lëng që të mundet. Unë preferoj me e largu edhe farat nëse i shoh gjatë prerjes së limonit. Shërbetin fillojmë ta përzijmë derisa të tretet sheqeri, e pastaj e vendosim mbi pllak të ngrohtë në temperaturë maksimale dhe nga momenti që të filloj të marrë e ulim temperaturën në temperaturë mesatare dhe vazhdojmë ta zijmë për 10 minuta. Do me thonë, prej momentit që arrim pikën e vlimit, e zijmë në temperaturë të mesme edhe për 10 minuta tjerë. Pastaj e largojmë nga zjarri dhe e lëm që të ftohet komplet dhe do të na duhet për në fund për t'i kaluar tullumbat që do t'i përgatisim. Tani do ta fillojmë me përgatitjen e brumit. Për brumin na duhen 500 ml ujë dhe 100 ml vaj. Vajin dhe ujin i vendosim që të vlojnë, e pastaj këtu gradualisht do hedhim mielin. Procedurën do ta shohim edhe në vazhdim. Sapo uji dhe vaji të fillojnë të vlojë, do i hedhim mielin gradualisht. Unë po e përdor mielin që po e shihni në video. Do shtojmë në total 500 gram miell. Brumin e kam përzier diku për 5 deri në 6 minuta, sa ka fillu që të ndohet nga tenxherja dhe të krijohet një brum elastik, sikur kjo që e shihni në video. Tash këtë brum do e marrim dhe do e kalojmë në një enë tjetër në mënyrë që të na ftohet më shpejt. Brumin e kalojmë në një enë tjetër që të ftohet, po e shihni që brumi është mjaft elastik, i butë, ata shumë nxehtë, në që mos e prakni me dur. E lëm që të ftohet e pastaj vazhdojmë me procedurën tjetër. Derisa brumi dhe shërbeti janë duke u ftohur, e përgatisim edhe vajin në të cilin do t'i skuqim tullumbat. Në një tepsi më të madhe, hedhim 1 litër vaj. Vajin nuk duhet ta ngrojmë paraprakisht. Fillimisht do t'i vendosim tullumbat e pastaj do t'i ngrojmë dhe do t'i skuqim së bashku. E largojmë tepsinë me vaj, e lëmë anash për pak,
Dhe tani është koha që ta punojmë brumin i cili është ftohur. Tek brumi i ftohur do të shtojmë vezët. Për tullumba na duhen 6 vezë. Të 6-tat do i shtojmë një nga një duke i rrahur me mikser si në vazhdim si do ta shihni në video. Shtojmë vezën e parë. Për ta bëni përzierjen e brumit me mikser, ju sugjeroj që t'i përdorni pajisjet e veçanta të mikserit që janë për brum. Nëse nuk i përdorni si unë qysh ja bona, vazhdoni ta përzini brumin me dorë edhe për pak, vetëm derisa të bashkohet komplet. Brumi në fund duhet të duket kështu, elastik dhe i lëmuar. Tani, brumin do ta vendosim në pajisjen që është për tullumba, kjo këtu. Dhe me ndihmën e gërshërve ose të një thike, do t'i prejmë dhe do t'i vendosim në vaj. Vazhdojmë tani që t'i japim formën. Madhësinë e tullumbave e lani sipas dëshirës, unë kam qef me i lanë pak më të vegjël. Tani, tullumbat do t'i kalojmë mbi pllak në temperaturë mesatare dhe do t'i skuqim mirë në të gjitha anët derisa të marrin një ngjyrë të arët. Procedurën tjetër do ta shohim pasi t'i fërgojmë tullumbat. Tani, tullumbat direkt nga vaji do t'i kalojmë në shërbetin që është ftohur komplet. Pra, tullumbat e nxehtë, shërbeti i ftohtë. Tullumbat në shërbet do t'i lëm vetëm për pak sekonda, nëse nuk duam që tullumbat tonë të bëhen tepër të butë. U largojmë pak vajin dhe i kalojmë direkt në shërbet. I përzijejmë sa të lyhen të tërët në shërbet e pastaj i kalojmë në anën ku do t'i shërbejmë. E vazhdojmë procedurën e njëjtë në të gjithë tullumbat, kurse nëse ju ka mbetur ende brum i tullumbave për shkak që tepsia nuk ja u ka zënë mjaftueshëm, krejt çka duheni me bë është që ta vajin që e kemi përgu tullumbat herën e parë, ta lënë që të ftohet komplet, e pastaj të vazhdoni të skuqni tullumbat njësoj sikur me të parët që kemi bërë. Pra, në vajin e ftohtë i shtojmë brumin e pastaj në temperaturë mesatare mbi pllak i lëm që të skuqen derisa ta marrin këtë ngjyrën që po duket tani në video. Kjo pra ishte receta e tullumbave që dalin krokant nga jashtë dhe të butë brenda. Kanë marrë shije dhe ngjyrë fantastike. Ju bëfshin mirë nëse i përgatesni.